Mirëkuptimi për autizmin shpesh vihet në provë pikërisht në momentet më të vështira. Një bërtitje në publik, një reagim i fortë emocional apo një episod i papritur mund të tërheqë menjëherë vëmendjen e të gjithëve. Por pas këtyre situatave fshihen sfida që shumë familje i përjetojnë çdo ditë. Në episodin e radhës të podcastit Ndryshe por bashk, tema kryesore ishte sjellja tek personat me autizëm dhe mënyra se si shoqëria duhet ta kuptojë atë përtej paragjykimeve. E ftuar ishte analistja e sjelljes Genta Kaplani, e cila ndau njohuri dhe këshilla praktike për prindrit dhe kujdestarët. Elementi më kryesor aty është përballja e këtyre situatave, ruajtja e qetësisë. Fëmia është personi më i rëndësishëm i jetës së tyre dhe në ato momente ata ta kenë vëmendje te fëmia dhe jo tek të tjerët. Gjykimi dhe paragjykimi ti mbetet të tjerëve. Kjo është një situatë që vetëm kërkon mbështetje dhe nuk kërkon paragjykim dhe nuk kërkon as gjykim. Prindi bën të pamundurën, ashtu sikurse ne të bëjmë të gjithë me fëmijët tanë. Situata disfate ne kemi të gjithë si prindër, pavarësisht fëmia ka vështirësi apo nuk ka vështirësi. A jam unë profesioniste në këtë fushë? Po. A kam pasur unë disfata me fëmijët e mi? Po. Kam pasur situata. Situata dhe në vende publike, ku fëmijët kanë bërë sjellje të tyre dhe unë kam qenë në një situatë, domethënë, shumë të pafavorshme për mua, edhe për faktin dhe duke qenë, të sikleshme dhe duke qenë profesioniste dhe gjykimi edhe mund të jetë aty. Mund të jetë edhe dyfish për faktin që je profesioniste. Për faktin që po. Kështu që duke në këtë rast, domethënë pa diskutim, kam menduar për fëmijët e mi, edhe kam bërë atë që kam gjykuar unë që ka qenë ndërhyrja më e mirë e mundshme në ato moment, në atë situatë, pa menduar se çfarë mund të mendojnë të tjerët. Dhe sugjeroj dhe rekomandoj të gjithë prindërit që të kenë këtë qasje. Pra, është shumë e rëndësishme fëmia e tyre, familja e tyre, e ardhmja e fëmijës të mundet të ndërgjegjësohen sa më shpejt jetë e mundur për fëmijën e tyre. Gjatë bisedës u theksua se ajo që shpesh etiketohet si sjellje problematike nuk është domosdoshmërisht një akt kundërshtimi apo sfide. Sipas ekspertes, sjellja është mbi të gjitha një formë komunikimi dhe shpesh shpreh nevoja, shqetësime apo vështirësi që personi nuk arrin t'i komunikojë ndryshe. Një nga temat kryesore të episodit ishte dallimi mes meltdown dhe tantrum. Megjithse nga jashtë mund të duken të ngjashme, ekspertja shpjegoi se bëhet fjalë për dy situata krejtësisht të ndryshme. Meltdown përshkruhet si një reagim ndaj mbingarkesës emocionale ose shqisore, ndërsa tantrum zakonisht lidhet me një qëllim apo kërkesë specifike. Po të marrim në konsiderat këto dy kategori, pra tantrumet dhe meltdown, kanë ndryshim nga njëra tjetra, ato mundet të jenë në formë pak a shumë të njëjtë, pa që do të thotë pamja e sjelljeve që në cilat angazhohet fëmia mund të jetë e njëjtë, pra me të shtrira, me të qara të bërtitura, por funksioni është i ndryshëm. Në fakt çdo sjellje ka një formë dhe ka një funksion. Dhe në përgjithësi ne fokusohemi tek këto dy, po themi, pjesët. Ndërkohë që ne ndryshojmë formën e sjelljes, por nuk ndryshojmë funksionin e sjelljes. Kështu që për të bërë diferencën midis të dyjave, ne do shikojmë si formën edhe funksionin. Tantrumet janë më shumë shpërthime sjellore. Kanë një qëllim të caktuar, bëhen zakonisht fëmia në këtë rast kërkon të marrë diçka, ndërkohë që meltdown janë më shumë shpërthime emocionale, ndjesore dhe vijnë nga mbingarkesa sensoriale. Në podcast u diskutuan edhe faktorët që mund të çojnë drejt një meltdowni, si zhurmat e forta, ndryshimet e papritura të rutinës, lodhja apo mbistimulimi. Analistja e sjelljes nënvizoi se këto episode zakonisht paraprihen nga shenja paralajmëruese që mund të identifikohen nga familjarët. Po t'i marrim dhe t'i ndajmë në këto dy kategori, në meltdown ka disa, po themi, faza që kalohet. Fillimisht fëmia ka disa shenja paralajmëruese se nuk ndihet mirë. Pra, meltdowni kryesisht duke pasur një element stimul sensorial, nga mbindjeshmëria. Për shembull një zhurmë, një dritë e fortë, për shembull, pra ka të bëjë me senset.
edhe me stimuj sensorial që mund të jenë teksture pa dëshiruar, mund të jenë. Mund të jenë domethënë të shisës së të parit, për shembull drita të forta, ambiente ose dhe me shumë njerëz, dhe kundërta që mund të jenë dhe ambiente që janë jo të hapura, të mbyllura, me pak dritë të errta për shembull, edhe fëmia nuk i duron dot. Mund të jenë të lidhura me perceptimin auditiv, pra me zhurma të forta dhe kryesisht janë në një mbindjeshmëri, një hipersensibilitet. Ku fëmia fillon dhe mbyll veshët ose vë duart në vesh, fillimisht, domethënë mundet që të kemi reagime fizike, pra djersitje, domethënë agjitim të fëmijës me reagim sjellor për shembull. Fillimisht të lehtë ose shmange, pra fëmia do të largohet nga një ambient që është i zhurmshëm dhe që nuk e duron dot, derisa në momentin që nuk gjen zgjidhje, pra në këto faza të para, fillon edhe rritet dhe niveli i reagimit të fëmijëve me sjellje shumë më të forta. Një tjetër mesazh i rëndësishëm ishte se reagimet e ashpra, ndëshkimi apo presioni për ta ndaluar menjëherë situatën mund ta përkeqësojnë episodin. Në vend të tyre, ekspertja rekomandoi qetësi, siguri dhe mbështetje emocionale, si gjatë episodit ashtu edhe pas tij. Duke qenë se meltdown është një reagim i individit ndaj një stimuli ndjesor që është shumë i perceptuar, shumë i madh për fëmijën, në këtë rast, po flasim për fëmijën, atëherë i nevojitet ndihmë. Dhe në këtë rast, gjëja e parë që ne duhet të bëjmë është që të përmirësojmë situatën në cilën ndodhet fëmia. Është emergjencë, është pjesa që neve ta qetësojmë sistemin nervor. Po. Domethënë, sistemi nervor në këtë rast është në alarm, edhe organizmi, dhe nuk është momenti i dur për t'i mësuar diçka fëmijës. Një sjellje. Madje rekomandohet që edhe komunikimi verbal i prindit ose personit që është afër me fëmijën të jetë sa më i reduktuar, i qartë, me tonalitet të zërit të lehtë, sepse shpesh shikoj në analizën e sjelljeve që prindit mbajnë ose edhe personat e tjerë kujdestarët, po edhe terapistët mbajnë të dhënat, ka në disa raste ka një tendencë të rritjes së tonalitetit të zërit, duke menduar që fëmia nuk të dëgjon në momentin që angazhohet në këto meltdown. Në fund të bisedës u rrëzuan disa mite të përhapura si pretendimet se këto sjellje janë manipulim, mungesë disipline apo rezultati llastimit të fëmijës. Mesazhi kryesor i episodit ishte se sjellja duhet kuptuar si një thirrje për ndihmë dhe jo si një arsye për gjykim. Nëse vihet re nga ana e prindërve që fëmia ka një sjellje që ata nuk po e përballojnë dot, pra i duket e papërshtatshme, që ka një funksion jo të përshtatshëm, që ka një formë jo të përshtatshme, të i drejtohen menjëherë specialistëve për ta adresuar, rregulluar, domethënë reagimin e fëmijës në këtë rast. Qasja duhet të jetë afatgjatë. Pra afatshkurtër ajo mund të jetë një zgjidhje. Afatgjatë ajo nuk është një zgjidhje. Edhe në këtë rast, për shembull, qortimi është një ndëshkim në vetvete. Ndëshkimi thjesht ndalon një sjellje, në çfarë do lloj forme që të jetë, e ndalon, nuk mëson gjë. Ndëshkimi nuk i mëson askujt asgjë. Përmes këtij episodi, podcasti Ndryshe por bashk solli një mesazh të qartë për familjet dhe komunitetin. Pas çdo sjelljeje ekziston një arsye dhe pas çdo reagimi një nevojë për të kuptuar. Më shumë informacion, më shumë empati dhe më pak paragjykim mbeten hapat më të rëndësishëm drejt një shoqërie më gjithëpërfshirëse.